kandidat e PDK-s të ko kanë ankum mësap se po I vjedhen votat mrana për mrana PDK-s. Kështu menu, pa 20 vjetë kanë vjerë këtë Kosovën, po s'bot kja mjeti tash edhe pse vjedhen me zveti. Jo, bre, vallaj së mërë shumë interesant heqë. Po tash knes për mujnë bëli që ato e shfridzojnë rastin njëherë në 4 vjetë, e bojnë për mos me harru zanatin, adin, se me ka përcy 4-5 vjetë mos me vjerë kur gjotë një harruat. E kështu bëli mënohen ka pak adin, që të zgjedhet, jo, nena jo në vot me shnuk në kuj me që dikuj tjetër, ama dhe këta zapa, mzata që ka nemnin, nuk e di që këshin leju ashtu me numru krejt, pse janë anku ata, po zbot kja meti, ata kanë vjen me zveti. Problemin e kanë partit vetë, nuk e kanë me Albin Kurtin. Sot kanë pare devalt Lumner Abdegjiku, kur nuk tërhiqet për kryetarit LDK-s. E në kova parzit pak, që kështë dalë mas mbledhës, jo po në kërësi keme quë, jo po pe kërësies në kovende, jo po në qëse ata votojnë, me najtë, unë do të me najtë, se anena, se kënena. Kjo është me la mëtë me shurë. A din, bështë qashtu, jo që pe kam gale tina, a ren, a shkën, a din, se nuk ndryshën kur gjohë, veç ndryshën për të mirë, se pe 3 majtëve të në shkojnë 7%, mas 8 vjeta, 10 vjeta kur ma në zgjedhet, ama këto fore, këto janë të lata, por, këto janë të lata, nuk I hanë popli këto foret, jo po anena, jo po kënena, jo jallëm nërë, to rana shqetja të tërku jo neve. Në gënë e mirë kur për javqes që të vebe kajtazin që ka thonë për u qykën, vesh në gënë 20 sekundë. Kanë kry krime lufte, janë vërtetuar në gjykata. Unë kam thonë këtë studje dhe në plët vena. Po u qykaja ka kry krime lufte. E unë në Dugazinit ka pas vrasje të atilla për të organizume dhe me akter dukshëm që kanë qenë njerëzit e AK-s, Ramush Haradinaj, familjarët e tij, gjitha këto. Ani që ka tha? Edhe qonë do patriota të le ekspresit me flamura për masë, edhe nisin të shatë, të thonë ti e kunra o që kësë, të mbrojt këto, tash, e ka njëherë beso nuk po di edhe qysh me këthy përgjegjen që aty në njerëzve. Atin, vjen qitet në Facebook patriot, të mbrojt Bebi Kajtazin, që hapta s'ka thonë, po o që këja ka kry krime, o që këja ka bon vrasje, o që këja ka bon kështu, në pej kanë bon kështu, anena, kënena, krejt që të dzeza. Edhe unë të kokna I keqe, që pe avqes shka ka thonë naj, e kë tash, kë patriot për mdel mu, Bebi Kajtazi, Berat Buzhala për mdolin ma patriot se në tjertë. Ja, në që se je patriot I Ali Expressit, mund është me shkru shka dush, për nëryshe të përshëndes, po ti e bashkëpuntuar me qëta që I tha u që këja ka kry krime lufte. Lajmi taze pe LDK-s. Berat Buzhala propozohet për kryetarit LDK-s. Qëfar gëzimi madh, thash këqëre Beratin, po mle është I meqët më burë, sa I babe babgjëshi ka pos u të basha, atin shpiuna me shkollë, edhe kjo qasi u të bashi, thash LDK-a që të dëtë me hecë, me qësi, kryetar si Beratin, edhe e meriton burë, se ka punun për Kosovës pas ka punu kur, Kosovën veç e ka vjesë me punu, ka punu për Serbien, po e meriton me konë kryetar, edhe aj, se I meqëm është. A mos me pas konë I meqëm ty besi kish hangër këtë gjysën e Kosovës dhe I sot.
Nuk mundesh me ja mohu që s'është ti meqëm. Ja, unë jep dorën. Ja, hangër gjysën e Kosovës, gjysën e Verjet e ka bot vetën atje me Radojqiqën, gjysën e Prishtinës knena me PDK-n e me LDK-n. Shka po do me meqëm? Që si kryetari vynë LDK-s, nuk i vynë ma i mirë. Për me hecë për para, që si do të me posë. Bedri Hamza pas ka dhonë dërheqe sot. Lajmi i ri taze vetë sa pas ka dalë prej këtyne mrena PDK-s për shkepet një lajmë që Bedri Hamza pas ka dhonë dërheqe e në vendin e tina pritet me zonë Hysen Berisha. Thash, gëzimi madhë, PDK-a me kryetar të ri, pa di shfargëzimi, edhe unë e për veti u gëzohë, thash, Hysen Berisha, thash, ky burë, ky general, adin, me këta hecë, PDK-a për para, 3 hapa për para, 12 për mas. Ja, e ka nërmen me hecë për para, nuk ka tjetër. Veç për para, PDK-a veç për para. Tash në zjedhe tash me mas 8 vjetë, e që dje sa kanë me shku këta, sa vota kanë me marë. 120.000, 70.000, 80.000. Veç për para, që të do të me hecë PDK-a. Nuk ka me shku për mas. 70.000, 80.000 vota me fitu gjithë qysh mas 8 vjetë në zjedhe. Jo me bahajgare me popullin. Me lanë Albin Kurtin me bahajgare me PDK-n. Nuk banë ashtu. Ja. Ngone pse sot nuk keni rrymë. Ngone. Rrjeti shpërndarjes së Kekut ishte shitur me një çmim qesharak. Kurse sot në ciklin Kec po gjeneron miliona euro çdo muaj nga qytetarët e varfër të Kosovës. Ha, botë. Fetimi ma. Institucioni Kekut është shitur në vitin 2013 për vetëm 26.3 milion euro. Por zemërgjërsia e qeverisë nuk ishte ndalur këtu. Qeveria udhëhequr nga Hashim Thaçi dhe me ministër të energjisë Besim Beqaj kishte vendosur t'ia jepte Kecit plot 17.9 milion euro. Leje që kanë shqit lirë, po janë quë dhe e kanë dhonë 17-18 milion. Banë me naj, Kecin e ka ble me 5 milion euro. Për që ata s'keni rrymë o shqiptarë. Se shtakin e dharat që tyne të pozitës që shkutën ma pak se 12%. Mos diliman ku të Albini, qëta hajnat të pozitës, qëta e kanë bon kretë. Vynë kohë për me rekuperi kretë të dome që kanë bon. Këta farhajnat të pozitës. Shumë kohë vynë. Deshta me vetë për parim Ramën, tash në Prishtinë, se kishtë thonë me kere kur të hinë 2 era me hinë në Prishtinë, e tash që u bo me hinë me anije në Prishtinë, a është falmër me hinë në Prishtinë, me anije, a paguhet edhe anija dhe kere, se nuk jem të ditë që ka me bon tash. Në që se paguhet për kere, nashta me anija është falë me himër. Këta të PDK-s në halë me këtë Albinin. So herë po qohen me nëgjes, pe hupin kanë e deputet PDK-a. Ja, nuk e di shka puna ti Albinqit, na tranoj, na ka sos. Amo, zdo me nëgjes, shkoj një deputet, shkoj aj, shkoj kë, shkoj aj, dojnë me ronë 13 deputet këta të PDK-s. A ka kush që e nalë më këtë për Albinqi, se na shmeni krejt e tonë me. Po nuk është normal burë, më tutë më qunë jerin me nëgjes, si të hinë këtë që zë ato, hecin një deputet, hec edhe një. Për ditë ka një, kë mos më nalë edhe një javë ata me një vota, kë dënë me qitë në 0-0 krejt. Nuk shkon kështu nalë, nuk e di atat këtë që zë shken të bombu, nalë mës në mëra ma shumë, bëllë janë që ato që i ka dhe hajtë, u krypuna, s'ki shka një ma shumë. Më tut njeri më qunë me nëgjes.
Nuk shkon jeta kështu me stres. Edhe krypën adhem që kena hup 52-3%, shka me bo, ka me mojt në atë ngrotit. Ja, veç Zoti Madh inshallah në animon njeve të opozitës, se s'ka kushte që në qepe krize. Thirrje për protest. Nesër në ora 12, krejt qytetarë të Kosovës me dalën në Prishtinë në shesh në protestë burr me nalë që tu votimet që janë të një. Për çdo ditë Albini veçan të shku të rrit, nuk çdo më nalë do me shku 60%. Po ju baj thirrje gjithë popullit më qunë kam e mi thonë këtë zës nalë burr mos një mosë do me mëri njeri 70% 80%. Po nuk shkon kështu. Nalë një pak kazën. So her po qënë me nëgjes 50.1, 50.2, 50.3. A i mos u nalëshin që tu numërimet, këtën me mëri 80, 90, 200%, nuk i di shka puna atina. Nalë në burë, mos të njën bëli krejt votat, të gjujnë bërlok që ato shka kanë metë. Bëlla, i le dykyja ra, shka ra, 12 deputet, për dykyja 18 deputet, a kyja për rëzikon pragun, nalë në burë, mos njën në mo. Lene gjuni se sens nuk janë ka vynë, bëlla i ka 59 deputet i kësh, shka për vynë ma shumë se 59 në Albinin. A pak për duke na? Ja, nesër gjithë qysh me dalë, me protestu, me nalë dhe qysh. Nuk ban ndryshe. Ju përshëndes, mos harroni nesër në 12.